Abdullah ibn Mesudi. Kush dëshiron ta lexojë Kur'anin ashtu si ka zbritur, le ta lexojë sipas kiraetit, leximit të Ibn Ummi Abdit, Muhamedi alayhis salam. Abdullah ibn Mesudi në atë kohë ishte një djalosh me shtat të njohur dhe ende nuk e kishte arritur moshën e pjekurisë. Kohën e kalonte nëpër kodrat e Mekës, larg njerëzve, duke ruajtur delet e njërit prej zotrinjve të Kurejshve, Ukbe ibn Muajti. Njerëzit e thërrisnin me ofiqin Ibn Ummi Abd, por emri i tij ishte Abdullah, ndërsa i babait të tij Mesud. Djaloshi dëgjonte lajmet e paraqitjes së pejgamberit në mesin e popullit vet, por ajo pak fare interesonte për shkak të moshës së tij të re në një anë, si dhe për shkak të izolimit të tij nga rrjedhat e shoqërisë së Mekës në anën tjetër. Ishte mësuar të shkonte herët në mëngjes me delet e Ukbes e të kthehej me to në orët e vona të mbrëmjes. Një ditë prej ditësh, djaloshi i Mekës, Abdullah ibn Mesudi, vëreti se prej së largu dy mesoburra hierënd, të cilët po shkonin në drejtim të tij, që dukeshin të lodhur e të raskapitur, nga udhimi i gjatë u ishin tharë buzët dhe fyti. Kur arritën tek ai, e përshëndetën dhe i thanë: "O djalosh, mile njërën prej këtyre deleve që ta shuaj me tjen." Djaloshi ja ktheu: "Nuk mund ta bëj këtë. Delet nuk janë të mia. Ato më janë lënë në besim." Dy mesoburrat nuk i pritën fjalët e djaloshit me përbuzje, por në fytyrat e tyre u duk një lloj kënaqësie. Pastaj njëri prej tyre i tha djaloshit: "Më drejto tek një dele e cila ende nuk ka pjellur." Djaloshi e drejtoi te një dele e vogël aty pranë. Njeriu ju afrua, e lidhi dhe filloi t'i prek gjinjtë e saj me duart e tij, duke e përmendur emrin e Allahut. Djaloshi e shikoi me abi dhe tha me vete: "Kur ka ndodhur që delja e cila ende nuk ka pjellur të nxjerrë qumësht?" Mirë po nuk kaloi shumë edhe gjinjtë e delës u fryn dhe qumshti filloi të rrjedhë me bollëk, ndërsa njeriu tjetër mori një gur prej tokës në formë pjate dhe e mbushi atë me qumësht, nga e cila pin ai dhe shoku i tij. Pastaj edhe atij i dhan të pi prej tij dhe ai nuk mund t'i besonte asaj që ishte duke parë. Pasi u ngopën me qumësht, njeriu i mirë i tha gjiu të deles: "Rrudhu", dhe menjëherë filloi të rrudhet, derisa u kthye në gjendjen e mëparshme. Atëherë djaloshi i tha atij njeriu të mirë: "Më mëso mua diçka prej atyre fjalëve që the." Ai ma ktheu: "Ti je djalosh i ditur." Ky ishte fillimi i ngjarjes së Abdullah ibn Mesudit me Islamin. Njeriu i mirë nuk ishte vetëm se i dërguar i Allahut, ndërsa shoku i tij ishte Ebu Bekër es-Sidiku radiallahu anhu. Ata të dy kishin dalë atë ditë në kodrat e Mekës për shkak të keqtrajtimeve dhe presioneve të shumta që bënin Kurejshët mbi ta. Ashtu sikurse e deshi djaloshi pejgamberin alayhis salam dhe shokun e tij, po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam dhe shoku i tij u mahnitën me djaloshin, e çmuan lart besnikërinë dhe sinqeritetin e tij të madh dhe parashikuan se ai patjetër do të bëhet njëri i vlefshëm. Nuk shkoi shumë kohë, Abdullah ibn Mesudi pranoi fenë islame dhe ju paraqit pejgamberit alayhis salam që të jetë në shërbimin e tij, me çka pëlqeu pejgamberi alayhis salam. Prej asaj dite, djaloshi fatlum Abdullah ibn Mesud kaloi prej profesionit të bariu të deleve në shërbimin e zotriut të gjitha krijesave dhe popujve. Abdullah ibn Mesudi e përcolli të dërguarin e Allahut ashtu siç e përcjell hija të Zotin. E shoqëronte kur ai qëndronte në shtëpi edhe kur udhtonte. Ishte me të brënda në shtëpinë e tij edhe jashtë saj. E zgjonte prej gjumit kur flinte, e mbulonte kur pastrohej, ja mbathte në allanet kur dëshironte të dilte jashtë, ja zbathte kur ai donte të hynte, ja mbante shkopin edhe mizvakun e tij, ja pastronte dhomën kur ai hynte në të. Por edhe më tepër, pejgamberi alayhis salam i lejoi atij të hynte tek ai në çdo kohë dhe të dinte të gjitha sekretet e tij, derisa u quajt njohës i sekreteve të dërguarit të Allahut. Abdullah ibn Mesudi u edukua në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, u pajis me moralin e tij dhe e pasoi atë në të gjitha cilësitë e tij,
derisa u tha për të: ai është njeriu më i afërt i pejgamberit alayhis salam në aspektin fizik dhe moral. Ibnu Mesudi u shkollua në shkollën e pejgamberit alayhis salam dhe ishte prej lexuesve më të mirë të Kuranit në mesin e sahabëve. Njohësi mirë i sureve të tij dhe njohësi më i mirë i ligjeve të Allahut. Këtë mësmiri argumenton tregimi i atij njeriu që ju drejtua Omer ibnul Hatabit kur ai ndodhej në Arafat dhe i tha: "O vi o prijës i besimtarve prej Kufes, dhe atje kam lënë një njeri që po i dikton mushafet përmendsh." Për këtë Omeri radiallahu anhu u i dhërua së tepërmi dhe pyeti: "Cili është ai, vaj halli për ty?" Ai tha: "Abdullah ibnu Mesudi." Pas pak kohe, Omeri t'i kaloi i dhërimi dhe erdhi në gjendjen e tij normale dhe tha: "Me det për ty, betohem në Allah se nuk di që ka mbetur njeri i cili ka më shumë të drejtë për këtë çështje se sa ai. Do të flas diçka për të." Omeri e filloi tregimin e vet e tha: "Një natë prej netësh, pejgamberi alayhis salam ishte tek Ebu Bekri, bisedonin për çështjet e muslimanëve, dhe unë isha i pranishëm. Nuk shkoi shumë kohë dhe pejgamberi alayhis salam doli dhe ne dolëm me të. Kur hym në xhami, pam një njeri tek falej, të cilin nuk e njohëm. Pejgamberi alayhis salam u ndal dhe po e dëgjonte. E pastaj u drejtua nga ne dhe tha: "Kush dëshiron ta lexoj Kuranin ashtu sikur se ka zbritur, le ta lexoj atë sipas kiraetit, leximit të Ibnu Ummi Abdit." Pastaj Abdullah ibnu Mesudi u ul të lutej e pejgamberi alayhis salam filloi të thotë me një zë të vogël, të cilin vetëm ne e dëgjonim: "Lutu, do t'i jepet ty. Lutu, do të jepet ty." Omeri pastaj vazhdoi të flas. Thash me vete: "Betohem në Allah se nesër, herët në mëngjes, gjithsesi do të shkoj tek Abdullah ibnu Mesudi dhe do ta përgëzoj me aminin e të dërguarit Allahut në lutjen e tij." U zgjova herët në mëngjes, shkova tek ai edhe e përgëzova, por Ebu Bekri kishte shkuar para meje për ta përgëzuar. Betohem në Allah se nuk kam mundur t'i parapri Ebu Bekrit në asnjë të mirë. Njohuria e Abdullah ibnu Mesudit rreth librit të Allahut xhaleshanuhu ishte aq e gjithanshme dhe gjithëpërfshirëse, saqë ai thoshte: "Betohem në Allah që nuk ka tjetër përveç ti, se nuk ka asnjë ajet Kuranit të zbritur e që unë nuk e di se ku ka zbritur dhe për çka ka zbritur. Dhe sikur të dija se dikush tjetër ka më shumë njohuri rreth librit të Allahut, do të shkoja të mësoja prej tij." Nuk është e tepërt kjo që tha për veten Abdullah ibnu Mesudi. Një ditë prej ditësh Omer ibnul Hatabi radiallahu anhu takon një karvan në njërin prej udhëtarëve të tij gjatë një nate të errët që e kishte mbuluar me errësirën e saj karvanin. Në karvan kishte qelluar Abdullah ibnu Mesudi e Omeri e urdhëroi një njeri t'i pyes ata: "Prej nga jeni?" "Prej një vendi të largët." "Për ku jeni nisur?" Abdullahu u përgjigj: "Për në shtëpinë e shenjtë." Omeri tha: "Me siguri në mesin e tyre është ndonjë alim dietar," dhe urdhëroi një njeri dhe i thiri ata: "Cila pjesë e Kuranit është më madhështore?" "Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm." 2:255. Pyete: "Cila pjesë e Kuranit është më e përsosur?" Vërtet Allahu urdhëron drejtësi, pamirësi, ndihmë të afërmve. 16:19. Pyete: "Cili ajet i Kuranit është më gjithëpërfshirës? E kush bën ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjej. E kush bën ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjej." 99:7-8. Pyete: "Cili ajet i Kuranit është më friksues? Nuk është shpëtim sipas shpresave tuaja, e as sipas shpresave të iftarëve të librit. Kushdo që bën keq, do të ndëshkohet me të dhe nuk do të gjej përveç Allahut as mik, as ndihmës." 4:123. Pyete se cili ajet i Kuranit është shpresdhënës.
Thuaj, o robërit e mi që e keni ngarkuar veten me shumë gabime. Mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, sepse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai një mend fal shumë dhe është mëshirues. 39:53. Omeri tha: Pyetja është në mesin tuaj, Abdullah ibn Mesudi? Ata u përgjigjen: Betohemi në Allah se ai është në mesin tonë. Abdullah ibn Mesudi nuk ishte vetëm lexues i mirë i Kuranit, dietar dhe njeri i devotshëm, por në të njëjtën kohë ishte i fuqishëm, i vendosur, luftëtar dhe i guximshëm kur e kërkonte nevoja. Mjafton për të që ishte muslimani i parë në rruzullin toksor që e lexoi Kuranin me zë të lartë pas pejgamberit alayhis salam. Një ditë prej ditësh, sahabët e pejgamberit alayhis salam u tubua në Mekë. Ishin numerikisht pak edhe të pafuqishëm dhe thanë: Deri më tani, asnjëherë nuk ju dha rasti kurejshve të dëgjojnë leximin e Kuranit me zë të lartë. A gjendet dikush në mesin ton, i cili mund ta bënte këtë? U paraqit Abdullah ibn Mesudi dhe tha: Unë do ta bëj këtë. Shokët ja pritën: Ne kemi frikë për ty, por dëshirojmë që këtë ta bëj dikush që ka familje e cila mund ta marrë në mbrojtje, në rast se kurejshët ja dëshirojnë të keqen atij. Ai ja ktheu: Më lini mua, sepse Allahu do të më mbrojë prej sherrit të tyre. Pas kësaj, u nis në drejtim të Qabes, derisa arriti te Mekami i Ibrahim. Ishte mesditë, kurejshët ishin ulur rreth Qabes. Ai u ndalte me Mekami i Ibrahim dhe nisi të lexojë me zë të lartë: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamel Qur'ane allakal insane allamehul bejane. Ai vazhdoi të lexojë derisa të roqi vëmendjen e kurejshve, të cilët të habitur pyetën: Çka tha Ibnu Umi Abdi? Me det për të. Ai po lexon atë që i është zbritur Muhamedit. Kurejshët u ngritën të mllefosur. Filluan ta grushtojnë, t'i moshojnë në fytyrë, por megjithatë ai vazhdoi të lexojë derisa e përfundoi. Pastaj shkoi te sahabët e tij, e gjaku i rrithte rrëke prej fytyrës. Ata i thanë: Për këtë ta kishim frikën, ndërsa Abdullahu u aktheu: Betohem në Allah se armiqtë e tij tani janë më të dobët në sytë e mi, edhe nëse dëshironi, unë do ta përsëris këtë nesër. Ndërsa ata ja pritën: Jo, mjafton kjo që bëre sot, sepse ata dëgjuan prej teje atë që e urrejnë. Abdullah ibn Mesudi jetoi deri në kohën e halifatit të Osmanit radiallahu anhu. Kur u sëmur rënd, atë e kishte vizituar Osmani dhe e kishte pyetur: Prej çka po ankohesh? Abdullahu ja ktheu: Prej mëkateve të mia. Osmani pastaj shtoi: Cila është dëshira jote? Ai u përgjigj: Dëshiroj mëshirën e Zotit tim. Pastaj Osmani e pyeti: Ata urdhëroi të ta japin rrogën tënde, të cilën nuk e ke marrë vite me radhë? Abdullahu ju përgjigj: Nuk kam nevojë për të. Osmani i tha: Do të mbetet vajzave të tua pas teje. Abdullahu ja ktheu: A ke frikë se vajzat e mia do të vuajnë nga varfëria? Unë i kam urdhëruar ato që ta lexojnë për çdo natë suren El Wakia, sepse unë e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë: Kush e lexon suren El Wakia për çdo natë, asesi nuk mund të jetë i varfër. Kur arriti nata, Abdullah ibn Mesudi kaloi në botën e amshueshme, ndërsa gjua e tij ende ishte e freskët duke përmendur fjalët e Allahut xheleshanuhu.